Po në bazë të pyetjeve të cilat janë bërë dhe në bazë të provave të cilat janë bërë, është më së e qartë tashmë që ajo është organizuar nga vetë Naimi, kjo vrasje dhe po ashtu bashkë me bashkëpunëtorët e tij, por kryesori dhe njeriu i cili ka bërë të gjitha pothuajse tani sipas fakteve të cilat po dalin, është Naim Urselaj. Pasi që sot patëm edhe deklarimin e Granit Plavës, i cili gjasmë bashkë me Naim Urselajn kanë shkuar e kanë bler armën sipas deklarimit të tij në polici dhe në prokurori. Mirë po sot ai ka vendosur si dëshmitar i kyç i kësaj ngjarje të ndroj pra deklarimin dhe të thotë se ka pasur një marrëveshje me Naim Urselajn ku Naim Urselaj do i japi 250.000 euro dhe një Benz G-klas në mënyrë që ky të pranoj, ky i fundit, pra Granit Plava të pranoj vrasjen dhe po ashtu në atë premtim ka qenë se më shumë se 2 vite burg nuk do i mbaj për shkak se Naimi është hequr sikur njeri i fortë se me lidhet e tij do ta nxjerrin nga burgu. Dhe kështu Plava i ka besuar dhe deri në momentin sa ka ardhur puna që të duken faktet se këta së bashku janë fajtor, ai e ka mbrojtur të njëjtën sikur ka mbledh një anë për ta shitur. Mirë po sot tashmë çdo ditë po del pa më shumë e vërteta. Sot ai ka thënë se Naimi, pasi ky i fundit është takuar në natën kritike, Naimi ka qenë në një restoran bashkë me gruan e tij dhe fëmijët. Brenda atij restorani ka qenë edhe Granit Plava, i cili supozohej të jetë dorasi pasi që e kishte pranuar vetë, por tani po na del se s'është. I ishin takuar bashkë brenda restoranit dhe pasi kanë dalë nga restorani, Graniti ka shkuar është nisur për Gjakovë, ndërsa Naim Urseli bashkë me bashkëshortën dhe fëmijët kanë qëndruar në Prishtinë dhe e ka marrë në telefon Naim Urseli Granit Plavën, i ka thënë pse ke ikur, pse nuk po na përcjell. Hajde tek vendi pra i ngjarjes kritike aty ku ka ndodhur ngjarja, edhe ai ka shkuar tek vendi. Pastaj sipas Plavës thuhet se ai ka qenë duke ndenjur tek makina dhe e ka dëgjuar një krism e cila ka kërcitur brenda makinës dhe më pas ka parë Naim Urselin i cili ka dalë me pistolet në dorë dhe ja ka hudhur atij pistoletën, i ka thënë ik me vrat. Dhe po ashtu është një fakt tjetër, është dora e majt e të ndjerës Liridona Ademaj, e cila e ka një ngjyrë të zezë, pra, dhe sipas autopsisë është sforcuar dhe dora e majt normal nuk është në anën e djathtë, por është në anën e majt. Dhe sikur të ishte ashtu siç po thot Naimi, kërcënuesi do i kishte kapur dorën e djathtë, jo të majtën, sepse i ka shkuar nga ana e djathtë. Pastaj fakt tjetër janë bizhuteritë. Sipas Naimit thuhet që atyre kidnapuesit kanë dashur t'ju marrin, grabitësit kanë dashur t'ju marrin gjërat me vlerë. Dhe sipas tij kanë kërkuar portofolin dhe celularet, ndërkaq që vlera materiale e atyre bizhuterive në bazë paragjykimit tim më duket se kushton më shumë se sa atyre të cilat i kanë marrë. Dhe po ashtu në një pyetje tjetër nga gjykata, Naimi pyetet se nga cila derë kanë dalë fëmijët, a kanë dalë nga të dyja dyert, ai thotë se po kanë dalë nga të dyja dyert, ndërkaq që i thuhet se si ka mundësi që lodrat nga njëra pjesë nuk janë lëvizur fare, fëmia ka dalur nga ajo derë. Dhe kjo me gjas ka edhe një interpretim tjetër, duke pas parasysh edhe fëmijët kanë qenë dëshmitar, dhe unë po supozoj që edhe fëmijët janë pyetur në lidhje me ngjarjen dhe kështu të gjitha provat tashmë janë të ditura në lidhje me këtë rast dhe pritet që edhe i dyshuari tjetër pra Kokalla nesër të deklarohet para gjykatës. Faleminderit Ardian për të gjitha detajet, për të dyja çështje, të dyja në fakt shumë të rënda. Të uroj punë të mbar. Faleminderit, mirupafshim.